Se u drejtove dhe thej që kam kërkuar një interpelancë. Unë fakt, mezi po e pres interpelancën me ty. Mezi po e pres, sepse dua të flas, se këtu është fundi i botës. Të flasësh ti për drejtësinë. Një person që është dënuar nga gjykata si hajdut të dhënash. Kjo është fundi i botës. Je i dënuar si hajdut të dhënash. Një person i cili është i dënuar si shpifës. Pra, edhe hajdut, edhe shpifës. Edhe hajdut, edhe shpifës. Dhe dikush është më e bukur se si thonë, do me thonë, vesi del me shpirtin. Ke dhe një kallëzim tjetër tani, që përsëri akuzohesh si hajdut të dhënash. Agron, je i akuzuar si hajdut. Ka kallëzim penal për ty dhe për kompanit që ke krijuar si skema të parajsës fiskale. Janë kompanit e tua, Agron. I ka në kallëzim penal, do t'i shohësh shumë shpejt. Dhe e di ai, të qonë të fala Monzani, të qonë të fala Monzani. Agron, e di shumë mirë di Agron se kush është ai. Unë e kuptoj që jeni dëshpëruar. Që jeni dëshpëruar nuk ka si dyshim, që jeni dëshpëruar. Dhe kur një njeri është i dëshpëruar, vetëm shpif, është shpif, jo ti nuk shpif, ti je shpifës nga maje flokut deri te këmbët. Sepse sa po shpife, sa po gënjeve në mënyrë të paturshme, po kujt i thuash për turp? Kujt i thuash për turp? Ty të thuash për turp. I ke falur 100 milion euro gjob. Ke falur 100 milion euro. Qa u bë me ato parat? I mlodhe ato parat apo i ndave? Si ndave me banker? Si ndave? I ndave po i ndani, si po e bën? Si po bëhet? Për këtë du t'ja për shlogari. Por si do qoftë, digjo. Unë nuk do mere me shpifjet, unë e di që ju jeni këtu për të... Mirë, dakord. Atëherë, ju do të kuptoni një gjë, unë kam jo shumë vite në këtë parlament, edhe si puna juaj këtu, kam dëgjuar pa fund. Kam dëgjuar të gjithë shumë flisnin. Gënjenin, shpifnin, dakord? Por fundin e keni të spaku, ju ka ardhur dita, edhe ti që qesh aty, të ka ardhur dita, po të përdore Dirama dhe ashtu si bëri me Ametajn, me Veliajn, me Tahirin, me Belinda Ballukun, do të përdori dhe do të edhi poshtë dhe do vesh dhe ti në një qeli e do fillosh si ma bëri. Dakord? Këtu do jemi, e ishin bura më të zotë se ty ata. Dakord, mendoni se ishin më zotë se ty, shko si përfunduan, kështu do përfundosh dhe ti, shumë shpejt, dhe aty vazhdo pastaj. Këtu do jemi, si ata...